Kantautori I njohur korçar Atë Spiro Katundi ka festuar 70 vjetorin e lindjes me një koncert recital të veçantë, ku u mblodhen miq, familjar dhe koleg për të nderuar krijimtarinë e tij të pasur ndër vite. Në këtë mbrëmje muzikore, artisti solli disa nga krijimet e tij më të njohura, duke risjellë në skenë emocione të fuqishme dhe duke kujtuar rrugtimin e tij artistik. Ishte shumë e gëzuar, sepse u mblodhen njerëz më të dashur, miq, shok. Kështu që kur ndan një gëzim bashkë me ata, është vërtet janë në 70 vite që kur kam lindur, po janë në 58 vite janë art. Përveç interpretimit të tij, shumë artistë korçar dhe të tjerë ju bashkuan skenës duke kthyer këtë koncert në një festë të vërtetë të muzikës. Jo vetëm unë, por të gjithë kolegët e asaj kohe kemi pasur marrëdhënie të shkëlqyera dhe fatmirësisht e kemi vazhduar tër këto vite. Nuk kemi ndar asnjëherë. Kontributi I tij muzikën shqiptare nuk është vetëm thjesht nëpër festivale, po ai është edhe krijues. Ka fituar disa herë çmime të para në festivalet e fëmijëve, në festivalet që janë zhvilluar këtu. Pra është një njeri I gjallë, njeri I aktiv, njeri që nuk pushon. Sonte e pata kaq lakmi me nipa, me mesa të knusa, ta marrë një mramje familjare, një familje e madhe, u bë një lidhje shumë e bukur. E skenës me publikun, familja me publikun, me qytetarin, e më vjen mirë që ashtu si unë e kam rujt figurën e tij të pastër edhe mik të mirë, paska këtë qëndrëshmëri, paska një vlerësim të mrekullueshëm për qytetit vet. E kem gëzon edhe më tepër. Ka pasur një sukses të gjithëkohshëm. Dhe ju uroj shëndet dhe suksese, dhe rasti I sotëm tregon që edhe hapësira me të cilën e përfaqësuan, miqësia, kolegëria, tregoi edhe një herë që Spiro është me të vërtet një vlerë e caktuar, një vlerë e shtuar në qytetin tonë. Ndërkohë, miq dhe bashkëudhëtar të kantautorit I përcollën mesazhe urimi dhe mirënjohjeje për kontributin e tij në muzikën shqiptare, duke e bërë këtë mbrëmje një moment të paharrueshëm.